Sot ka nisur shpërndarja e materialeve të votimit, zarfave dhe fletëve të votimit për diasporën, duke filluar me qarqet Dibër dhe Berat. Fletët e votimit për këto dy qarqe janë nisur në 85 vende të botës, por mbërritja e tyre nuk është e njëjtë për të gjitha shtetet. Në Evropë, mbërritja e fletëve të votimit do të jetë maksimalisht në datën 22 prill, ndërsa në kontinentet e tjera të paktën deri në 25 prill. Emigrantët duhet që brenda 3-4 ditëve nga mbërritja e fletës së votimit ta plotësojnë atë dhe ta ridërgojnë me postë, duke u lidhur me korrierin e tyre, i cili do të paraqitet për ta marrë atë sërish në adresën e tyre, ose do të mund ta dërgojnë personalisht në postën më të afërt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve prej disa ditësh po përgatit materialet zgjedhore për votuesit në diasporë, të cilët do të votojnë për herë të parë për përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Sipas Celibashit, brenda datës 17-18 prill pritet që të ketë përfunduar dërgimi i fletëve të votimit për emigrantët, të cilët më pas do të duhet brenda 3-4 ditësh t'i plotësojnë dhe ridërgojnë në Shqipëri. KQZ do t'i konsiderojë të gjithë zarfat që do të hyjnë në Shqipëri deri në orën 19-11 maj, sinkron Celibashi. 120 persona do të punojnë me 3 turne me ambicien që paketimi i seteve zgjedhore të përfundojë për një javë.